A lejohet prerja e kurbanit në ditën e dytë të Kurban Bayramit? Kurbanët në Kurban Bayram kanë të drejtë të bëhen ditën e Kurban Bayramit, pra ditën e Bayramit, dhe 3 ditë të tjera pas. Pra koha kur mund të bëhet kurban është 1+3, sepse Kurban Bayrami është 4 ditë. Ndryshe nga Fitr Bayrami që është vetëm 1 ditë. Pra Fitr Bayrami, pra Bayrami që vjen mas Ramazanit, është vetëm 1 ditë, ndërsa Kurban Bayrami është 1+3 ditë. Kështu që mund të bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e parë, mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e dytë të tij, mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e tretë të tij, mund bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e tretë të tij, mund të bëhet kurbani në Kurban Bayram ditën e katërt deri në namazin e akşamit. Ndërsa shpërndarja mund bëhet edhe më pas, po si prerje që të quhet prerje e saktë, pra që ti heq detyrën e kurbanit, quhet deri në ditën e katërt para namazit të akşamit.